Një letër drejtuar një mbreti, zakonisht përfundon në heshqe, për nisin e Ashenvail, ajo përfundoi me një lufte, e blokuar në një shpelle me brindjet e tjera, e fshehur nga ujkerit, e urdhëruar të përfundonte atë që kishte filluar zoteria i tyre. Ajo u përpokti dërgonte fjalë mbretit Alfa për ndihme, duarte saj, po dridheshin shumë fort. Ajo e lidi mesazhin me një korp të plagosur që dikur e kishte shëruar, duke vënë bast me një mrekulli. Ky mesazh nuk arriti vetëm te mbreti, ai arriti vetë Kale Ragnar, një sundimtar që nuk kishte treguar mëshirë për 15 vjet. Një burrë që ndëmbante zi për motren e tajt evrare. Çfarë ndodh kur një Omega Q povdes zgjon aksidentalisht një hakmarrje të fjetur. Përgjigja është brutale, zemërtjes dhe transformuese. Kjo është historia e Matthew Brinjet, përshëndetje mik. Para se të udhëtojmë me tele në historinë e nis, juftoj të regjistroheni dhe të ndani në komente nga ku po dëgjoni. Prania juaj që tu ka rendesi. Tani, le të vazhdojmë. Tingulli i një brinje njerëzore që kërset është i dalueshëm. Nuk është një çargje e pastër si një dege e tate. Është një krisme e lagesht dhe mbitur që vibron në përbust. Nisa e dëgjoj atë tingull para se të njën të dimgjen. Pastaj, aq ridoli nga mushkerit e saq me një vrull të dunshëm. I zëvendësuar nga një agoni e bardhe dhe naksete që rezultonte nga ana e saj majte. Ajo u shkermok në dishemene e pillit, duke marrë pamgjegullquese që notonin me njollet e zeza. Shiko çfarë me detyrove te baj, ta generali tërën me zete këte. Kjo ishte pjesa me i keke, ai nuk berti ti dhe as nuk u leri ti. Ai ishte një generali dekoruar i ushtrisë së mbretit Alfa, një burre që dinte saktësisht si të shkakton të dimgje pa lene shëngja. Zakonisht sonte, ai kishte hambur kontrollin, nisa i shtrengoi krahun, i pafte të fliste. Që do fryme marjen di hejsi kopa kelki. Ajo ngriti kokën mes lotesh. Ai këndroi duke reguluar armaturen e tij, duke shikuar poste me një zgëngjim të lehtë. Kam këne i duruar me ty, Omega i vogel, ta terën duke u perkulur. Tatuajet e tij të ujkërve vale vitishin në per parakrahet e tij, një tufe gjueti në formacion, bogje e zeze kunder lekurese në iksire. Shume e duruar, a e dini sa do të luteshin per vëmendjen e një generali, të guksoni të me refuzoni, vetema e se shpetoj, a gjo shigjoj bakrin, kjo është a gjo këndod kur Omegat harroj në vendin e tyre. A e fishkellu for. Nga higjet, dolen 3 ujker gjigante, me sike shkelkenin si kelibar, bisha luftet e rritura per vrasje. Siguro honi që a gjo të mos kthehet në fshat. Ujkerit sulmojne vajzat budallake që endën natën. Ai u largua, ujkerit filluan të rrethonin. Nisa ende rinte duke u bere sikur ishte e vrekur ndërsa ujkerit nu hasni peret saj, që do frime marje i dargon të dimbje në gjoks. Ajo e dinte se çfarë nuk shkonte, ajo ishte një naksenese shëruese. Të pakten 3 brinje të tjera, ndoshta gjoks i rahur, ndoshta mushkeri e shpuar, e gjona në rastin me temire. Një ujk ju afrua, koke e madhe ulur, mes loteve nisa e njohu, ujkuke ajo trajtoj muaj me pare per një gjem të infektuar. Ajo kishte kaluar ore duke e nikshjerre ate, ndërsa theren shikonte i magjepsur, ujku u ul i hutuar. Ai ia preku shpatulen, pastaj u renkoj të qireve, një paralajmerim, ata u terhoke në hije, duke shikuar por jo duke përparuarme. Kjo meshire nuk du të zgjaste. Feshati ishte shumë e larg dhe ushtaret kontrolonin që do shteg, por kishte edhe një mundesit qeter. Sistemi i shpellave ku gjishja isla e kishte quar kur ishte femigja, nëse du të mund të arrinte, e du të filonte të zvarite. Që do levizje ishte torture, gishtat germonin në toke, duke i azvarritur trupin pak nga pak, gjaku i pershkonte fustanin. Shikimi u mbyll në tunel, ajo numeronte frime marjet për të këndruar e vetedishme, hirja e shpeles, u shfak pas një përjetesje. Nisa u shemb pastaj u tërhokne e resire. Shpella ishte e vogel, por e tate. Me duar ke i drideshin, ajo ndezi shkendija në mishkun e tare.
Një flake e vogël undez, duke hedhur drita e ne për muret prej guri. Atëherë ajo pa Corbin. Ai ishte ullur në një shkemb, duke e pare me si taj zinj inteligente. Një fjongo e hole blu ishte e lidur rreth një skembe. E njajta fjongo që kishte përdorur trejave me pare kur ki zog ishte përplasur nga dritargja e viles me një krah tjetër. E gjoja kishte vendosur kotken. I kishte dhejnë ushkim me kopa mishi, e kishte lene të shero hejnen gje kafaz prej sungti. Kur u rikuperuam gjaftu e shem për të fluturuar, a gjo e lidi fjongon për të nje kur nesëm bigjeton të ne natyre. Nije korb lashmetar mbretëror. Ata u rritën në kryekitet, u stervite për të këtir të zoterin shte e tire. Ki duhet të jetë plagosur ndër sambante mesazhe larg shtepise, që du të tote se ki korbi din të rrugën për të mbreti Alfa. I deja e pamundur u formua përmes dhimbjes dhe deliriumit të saj. Kjo ishte çmenduri. Një rezit e zakonshëm nuk i shkruanin mbretit. Omegas veçanerisht nuk guksonte, por ajo po vdiste gjithsesi. Çfarë kishte për të humbur? Zani, han gjeti një kopelevore pranes gjarit. Duke përdorur një shkop të gjegursimit shkrimi, ajo filloi të shkruajë fjale. Shkrimi i saj ishte mezi i leksueshëm, shkronjat lekundeshin dhe të papërpunuara, por ajo e detyroi veten të shkruan të karte. Generali teren me tiu brinjet sepse e refuzova. Nëse kjo te arrinti, mbret Alfa, unë jam tashme i vdekur. Por ai nuk duhet të e që i lire. Ai ka tatuazhe ugjkish në krahe, një tufe në formacion gjuetje. Të lutem bajë të përgjigjet për këte, nisa e një shenveale. Ajo i shikoi fjalet për një moment të gjate, ato dukeshin absurde të shkruara keshtu. Çfarë po bente ajo, mbretit Alfa nuk, du t'i intereson të vuajtja e një omegi. Mbretërit nuk ndërhinin në ankesat e njerëzve të thjeshte, veçanërisht jo të grave si ajo. Ajo ishte një generale dekoruar. Ajo nuk ishte askush. Por çfarë që tërë kishte ajo? Kjo letër ishte zeri i saj vetem, mënyra i saj e vetme për të thënë se kishte rëndësi. Se ajo ke të reni kishte bere kishte rëndësi. Se ajo refuzonte të zhdukej ne heshqene e resire. Me gishta ke me zi funksiononin. Nisa ja lidi levoren e drurit në kemben, e korbit duke përdorur shiritin blu. Zogu nuk rezistoj, si kur ta kupton të rendesine e madhe të ketij mesazi. Ajo e qoj atë në hirgje të e shpelles dhe ingriti drejt kjelit të nates. Fluturo, peshperiti ajo. Fluturo shpesht të lutem. Korbi unis, duke rahur krahet fort, duke u zhdukur në erresiren për të i pemeve. Nisa u shempas murit të shpelles, zjarri i vogel hit të higje valezuese mbi gure të ashper. Ajo nuk priste ke letra të arrinte të dikush, ajo nuk priste të zgjohej. Kjo ishte thjesht mënyra e saq për të refuzuar të heshte. Për të siguruar që diku e dinte se ajo kishte ekzistuar, se ajo kishte thënë gjo, se mizoria kishte një dëshmitar, edhe nëse ai dëshmitar po vdiste e vetme në një shpele. Ajo i mbylli syta, duke nxjerrë të ftohtin kë, i deperton të në koka. Koha humbi çdo kuptim. A ishin minuta, ore, ajo humbi e humbi vetëdijën. Çdo frime margjeme e mundimshme se e fundit, çdo ragje zemreme e dobet se zhurma i kraheve. Si tenis u hape me shpejtësi. Korbi ishte kthyer, duke u ulur pranë saj me diçka të shtrenguar në skep, ja leshoj objektin të kembet. Nje kope druri e gdendur fëllad, shkronjat e prerat e lede sakte me ate ke duhet të kete kene një të shume imprete. Një fjale prit, doma e ke shilit të luftes ranë heshqe kur, më mbreti Alfa kale Ragnar ngriti dore. Hartat e shperndarane për trizën e lisit tregonin territore kufitare ku grupe hashdutesh kishin vene në prove mbrojtjen e tyre. Bimba e generale këndronin ne gati shmeri, fytyrat e tyre të ndrisuara nga drita e pishtarit këndizej. Ata e kishin frikë, duhet ta kishin, komandant Brand, ta kale, zeri i tij sigur ke bluhet kunder qelikut. Rekomandimi gjuaj per kafen verjore, Brand doli per para. Një veteran i tingjur me plagete fituara në 3 luftera. I fortifikuar paradimrit, madheria juaj. Stacioni i 2 kompanive, dyert e domes u hapen me vrull. Një i ri me roben e falcongjereve hyri pa frimede izbete.
Dora I shëdog generali lëvizi drejt armese e tyre. Askush nuk ndërpreu keshilin I lufte se mbretit Alfa. Kurre, madherja juaj une, falconeri raneu një gju. Me falni, por një nga korbat tuej personale eshte këtir. Syte I artete kale ungushtuan. Korbat e mishane të gjithe të gjetur gjallosh, ki ushduk trejave me parej. Zoteri, I supozuam të evdekur, por sapo u ulne muze me falconerin, că izgati një kope levore druri, me figjet I paperpunuara ende të lidhura. Një mesaj. Generalet shkembjen veshtrim, dhe rezit e zakonshem nuk I darguan mesajë mbretit. Sigurisht jo në levoren e pemes, kale e mori levoren, duke e larguar falconerin me një gjest. Do më mbajti frymen dersa a I leksonte, shprehja e tish ndryshoj, gjë muskulne në full ju shtrengua, në gjët e gishtave ju zbardhen pereth skajeve të ashpra. Keshili u shpernda, ta kale me zete ju let. Madherja juaj, nuk kemi mbaruar ende, filloi generali Brandt. Jau, fjala ju plasinje kamzhik. Generalet dolen në rresht, me konfusion dhe shketesim të shkruar në fytyrate tyre, vetem kur I fundit u shduk, kale e leksoj perseri mesazhin me ngadale kete here. Generali theren me theu brinjet sepse I refuzova. Nëse kjo ju arrin, mbret Alfa, unë gjam tashme I vdekur, por ai nuk duhet ta e se I lire. Ai ka tatuaje u gjkish në krahe, një tufe në formacion gjuetje, gju lutem, bejgenita per gjigjet per kete, nisa e Ashenvale. Fjalet tatuaje u gjkish dhe tufe në formacion gjuetje ja dogjen shikimin. Dora I kale dridej, gjonga dobesia, por nga nje e terbima ki telesa kerseno I ta perpinte. Pjanse vjet me pare, motra e tigje Lena kishte vdekur në rethana quditerisht teng gjashme. I rahur, me bringjet e tjera, I lenën e pil. A gjo kishte këne 19 vjet, I shkelkier, I shelshme me endra per te reformuarte gjatet omega nete gjithe mbretërine. Para vdekjes se saj, a gjo I kishte ardhur I frikesuar, duke folur per një ushtërke indikte, I cili mbante tatuaje daluese ushku. Nje tufe gjuetje, kishte tene a gjo duke I shtrenguar krahun kalet, te gjite duke vrapuar se bashku në formacion. Ndoshta nuk eshte asgje, por ai me shikon, vela. Me ben të ndihem kek. Kale I kishte shperfilur shketesimet e saj. Ushtaret kishin tatuaje. Burrat shikonin grëterëgja e të bukura. Ai kishte këne arrogant, I sigurt ne pushtetin e tij, I sigurt se asgje nuk mund të prekte familjen e tij brenda territorit mbretëror. Tregdite me fone. Elena u getne pilgate një gjetje në mengjes. Sherbetoria I saj, një grua me emrin Lra, shtrihaj e vdekur pranë saj. Plagete mbrojtese suggeronin se ajo u perpok të mbronte princeshen. Elena I kishte mbigjetuar sulmit filistar, por vdik nga plagete saj para se të vinte ndihma. Në balten prane trupit të saj, ajo kishte gervistur një fjale, uzker. Keshiltaret e tij kishin kapur vresesin brenda një gjave. Një ushtari turperuar me tatuaje uçkërsh. Ekzekutimi ndodhi shpejt, shumë shpejt. Kale ishte mbitur në pikelim, mezi funksional dhe keshili I tij kishte trashtuar gjithçka. Ai nuk e kishte pare kurre trupin, nuk e kishte verifikuar kurre identitetin e burrit, nuk e kishte vene kurre në dishim pse frika, e Elenes ishte shpërfillur kaklete. Madherja juaj, njeze ndërprej mendimet, me rakendron të në dere, shëruesja e tij personale, e lashtade e mensura, e si la kishte shërbjer tre, brezat e tere te familjes së tij. Ajo kishte këne, shokgja e besueshme e Elenes, I kishte fashuar gervishtjet, e femigjerise se kales, e kishte mbashtur kur ai kante mbi kufomen e motrese tij. Leksoje kete, ta kale, duke I dene levorin, duarte lagura të myres drideshin dersa leksonte, kur ngriti koken, lotet I ngjiten fytyren e rudhur. Keto me tregoj edhe Elena Perto, e një kete vajze nisen, nese eshte ende gjalle mund të mos jete, kale u zvendos në tavolinën e taj duke në kserete dhe në ushtareke. Tirni kapiten Draven dhe I tuajni teme shellek gjithçka kë kemi për generalin tën. Të denate shërbimit, lavderimet, detajët e rekrutimit, gjithçka, mera u largua me shpejtësi.
Kale e këtë sinje u gjek i mbilur në kafaz, menja e tij vraponte neper 50 vjet supozime te pashkirtuara. Po sikur ushtëri i ekzekutuar te kishte kene i pafajshem, po sikur vrasesi i vërtete te ishte liruar, ti ishte bashkuar ushtrisese tij, te kishte vazhduar te gjuante Omega në mbrojtjen e tij. Kapiten Draven mberiti brenda pak minutash, me armet e mbushura me regjistrate lidhur me lekure. Te dhenat e General Terren, madheria gjuaj kalej grisi ato. I lindur në teritoret lindor, ju bashkua ushtrise mbretërore 14 vjet me pare, një vit pas vdekjes së Elenes. Ngritje e shpeshte në detyre per shkak të shkelkimit taktik dhe rekomandimeve të forta. Ato rekomandime u nënshkruan nga 3 keshiltare të lartë, të ngjeshtet burra që kishin mbi kirur hetimin e vrasjes së Elenes, ku sherbiu para se të bashkoheshmene, pjeti kale. Draven hezitoi, të dhenat gjane të pakta, thote se ai u dalua në perleshjet kufitare, por që nuk ka beteja specifike të listuara, nuk ka komandante të me parshem të emeruar, nuk ka verifikim, zeri i kale rane diçka të rrezikshme, të përshtatshme, e rëmbënje tike nga tavolina e tij në nje blok druri, me godiqe të sakta dhe të zemeruara, e gdendinje fjalë të vetme. Prit, nje premtim dhe nje urder, gati korbi i me i shpajte, urderoj kale, dhe masilni varin, vari ishte me i madi i tufes se tij personale të ujkerve. Izi si mesnata shume besnik dhe mjaft inteligent per te në gjekur komanda komplekse. Kur bisha masive hiri me vrap në dome, kale u gjun gjezua në nivelin e saj. Në gje vajze po vdes në gje shpelle pranë gje shenvale, tha ai, duke mbajtur shikimin e artete ujkut. Gje gjeni, më mbro gjeni, gjua gjeni nese duhet, më baje gjalle derisa të arri une. Ai e lidi drurin e gdendur në zhaken e varit se bashku me korbin. Shko, varu hot nga doma si nje hije me kelim të kaktuar. Kale u këtje nga Draven, bamblid një rogjen tem personali, tris nga me te mire tani, në kaleroj me per një shenvil në agim, madheria gjuaj, per anke sen i nje Omega kunder një generali të dekoruar. Jo nuk ka të baje me një Omega, si te i kale shkelkenin ri, ujku i ta ngrihej afer si për fakis. Kjo ka të baje me drejtësin e kjo duhet ta kisha kerkuar 15 vjet me pare. Dhe kapitën mos i përfshini generalit më tok, vanso si Sullivan në mobilizm, dua vetëm luftetare për besnikerin e te qileve Jami Sigurt. Pasi Draven u largua, kale eqi në për kamp drejt një korije të vogel për kujtimore. Guri i Elenes kandronte nën një list të lashta, emri i saj i gdendur me saktësi dashurje. E u gjungjezua para tij, duke shtipur ballin në mermerin e ftohte. Te zgjengjeva moter pesh peritiaj, nuk dagjova, nuk verifikova. Ai lashe ata të trajtonin sepse po mbitesha ne pikelim. Dhe tani zbuloj se përbindeshi mund të gjetejan dhe gjale. E ka sherbir në ushtrinë time në komandantime, duke lënduar, sa e dine zotat, sa te qere, ndersa unë me betaj verber. Dora e tij gjurmoj emrin e saj. Por ka një vajze në një shpele kë pati guksimin të me shkruante. A gjon doshta jeshte tashme e vdekur, por nese nuk eshte nese po mbahet, betohem në lingjan tonet a gjakut se do të ndre kete, teren do të përgjigjet per ate ke i ka bere asaj dhe kushtu që ter ke ka shkateruar, ka li kendroje në kembe, me në fulen e ngritur me kalim të zimta, po vaj fen dhe do të vras per krimet e tua, të digja heret. Nisu zgjua nga diçka e ngrohte e shtipur në brinjen e saj. Dimgja u leriti ne per brinjen dersa u zgjua me nëksitim pasta gjngriu. Ujku i zi masiv nga shikimi i saj. Apo kishte këne i vertete, këndron të imbesh që le prane saj, duke ndaren sehtesine e trupit të tij. Druri i gdendur këndron të midis saj dhe zjarit këpo shuhej. Prit, dikush po vinte, por kush e kishte derguar kete. Dhe pse mbretit Alfadu ti interesonte një Omega ke nuk i kishte takuar kurre. Ujkun ngriti kokin, me si te arte ki i shikonin me një inteligense shkete suesi. Unë grit u shtrik dhe u afrua me hapate shpete drajt hirjes se shpelles, ku drita e zbete i agimit dhe pertoa, pak qaste me vone, uktje, duke zvarritur një lepur të ngordhur. Zonja e shikoj me vemengje.
Ugjku e kishte gjuajtur, me duar ke I drideshin. Ajo arriti ta keronte lepurin duke përdorur një gur të mprete nga çanta e saj. Trajnimi I saj si sherwe se kishte përfshire mgjekesin e në terren, si të mbigjetonte kur ndahej nga kyteterimi. Ajo e pjeki mishin në mbi zjarrin e rindezur, duke e detyruar veten te hante pavarësisht të përzierave. Trupi I saj kishte nevoje per karburant per të luftuar infeksionin. Vlerësimi mjekësor ishte I zymta, 3 brinje të tjera pa dyshim. Mushkeria e saj e majte ishte dëmtuar. Çdo fryme margje dridhej me lageshti, e thete per shkonin dhe mavigjosjet I ishin per hapurne të gjite bustin në nuanka të dënshme të vjolqes dhe të zezes. Gjogeti mishk kerritej prane hirjes së shpeles, miresja ke gjishqa I slav I kishte mesuar. I aplikuar siç duhet, monte parandalonte infeksionin. Nissa e mbeshtolli atë kunder mavijosheve të saj me të kekigja, duke përdorur shirita të grisur nga fandi I saj për të mbajtur në vend. Ajo krygjoj një kopeleshi nga levorgja I drurit dhe pelhura, duke I lidhur brinjetek forca mund të duronte. Dimgja ishte e vazhdueshme, nje krygjese e gjale me dhembe. Ditën e dite apo mos ishte etet e treta, filluan e ndrat, një grua kendronte në shpelle e veshur me robat e bukura sherbetore shpallati. Ajo kishte sita e nisit, strukturën e kokave të saj, këndro I forte, yll I vogel, peshperit I gruaja. Ai po vjen ashtu siç e digja se do të vinte. Kush, u përpok të pjesë të nisa, por goxha e saj nuk po thoshte fjale. Ai ke duhej të me kishte mbrojtur. Tani ai do të mbrogjeti. Gruaja buzekeshi me trishtim. Në fund të fundit, vdekja do të thoshte diçka. Nisa u zgjua duke marrë fryme thelle, e pasigurt se çfarë ishte e vërtete. Ujku I zie shikoi pacientin e saj sigur. Kushtimet e qera dolen në sipërfake permes e theve. 8 vjese e ullur në triezen e gishës I slav. Kjo është leksim, pyeti Nisa e vogel, duke shkruar shkronja në një tekst mjekësor. Po, femije, po me son atë ke pak omega e dine ndonjë here, por pse, kjo nuk është puna omega. Fakqa e prangave të gerjera të isles, që me shume sesa tone se gje. Në jote me beri të premtoj se do të mesoj gjithçka. Keto libra I perkasin dikujt, të renda si shem dikur, të njato të perkasin ti. Kush ishte nena ime, sita e isesu larguan. Dikush I guksim shem, dikush ke vdik duke mbrojtur dike edhe me të guksim shem. Kushtimi u zhvendos, 3 muaj me pare, generali thejnë më beriti në nje shenvil me urdhra rekrutimi. Sheshi I fshatit ishte plot me të rinj të itur per të sherbjer më bretit alfa. Nisa trajtojnë je ushtar ke kishte prere doren, gjate ushtrimeve stervitore. Duar të shkateta, verejti njeze I telle. I butej, me pelken kjo nenje omega, ajo kishte ngritur kokende kishte gjetur generalin ten duke e vezguar punën e saj. Veshtrimi I tij I abente lekuren të dridhej, por ajo I hodhi poshte si nervozizem per shkak të autoritetit. Kushtisa u resua. Vizitat në vilen e sherwesit u bene rutine. Thesht po kontrolloja njerëzit emi, toshte ai, por site e ti e ndiknin nisen kudo, ai silte dhurata. Gezofe të shtrenjta, bizuteri argjendi. Nuk mund t'i pranoj keto, general kishte tene ajo, duke u përpjekur të ishte e shelshme. Vëmendja e një generali eshte njende perdikesiu. Buzekesh gja e tij nuk I arriti në sy. Duhet të jesh mirenjohes, I ishte besuar isles, ai me frikeson. Kam pare burra si ai me pare ta isla me zymtesi. Ata marrin çfarë të duan, ki kujdes. Femigje. Kujtimi I fundit. Nata e sulmit. Nisa duke mbledhur barera mbremjeje në pil. Pastaj u shfak midis pemeve. Drita e henes duke I rene tatuajeve të ujkut në krahet e tij. Kam kene I duruar me ty, omega e vogel. Shume I duruar. Ai e kapikyqin e dores, duke e tërhekur fort. Du të gjesh shoku im, e kam vendosur. Nisa u tërhok, zemra I rrihte fort. Nuk e dua kete. Nuk dua. Ta lutem me le rehat, fytyra e tij u transformua, çdo pretendim I miresgjeljes u zhduk. Askush nuk me refuzon. Askush. Nisa u zgjua me nëngzitim, kujtimi I dimshem sa brinjet e saj.
Sa kohe kishte kene ketu, a gjo gervishtin gje shëngje tjetër në murin e shpellis me kymyr. 3 dite ndoshta 4, ujku i zipaprit masu nëngrit një ulerime e ulet gjemonte në gjoks, nisa e dek gjoj, pastaj zera gjashte. Gjurma e gjakut shkon nga ketu, 3 diteshe, a gjo eshte e vdekur tani. Generali dëshiron konfirmim, a i duhet ta digje se a gjo eshte e vdekur para se te mberrije mbreti Alfa. Zëndi, hart belbezoj, mbreti Alfa po vinte. Letrae saj kishte funksionuar, ka një sistem shpellash për para, 20 qeter tham, kontrolo brenda, ujku i ziu pozicionua në hyrje të shpelles, dembet unë eksoren, buze keshet unë griten, ushtëretu shfaken, 3 nga burrate teronit i neksoren armet, ata undalen papritur. Ky është një nga tufa personale e mbretit, largo huni tani, por generali urderoj, neze ujku i mbretit eshte ketu, ai e diperte, kjo ndryshon gjithçka, ushtaretu terhoken me nëksitim. Duhet i tregojme me ngjehere general teren. Kurët au larguan, nisa u rezua pas murit te shpelles, ata do te vinin tani. Ai e kishte kuptuar se mbreti Alfa e kishte marre seriozisht se krimet e ti mund të zbuloheshin. Ai kishte ardhur per ta heshtur per gjithmone para se te vinte dikush. A gjo ishte shume e dobet per te vrapuar, mezi mund te u lejsh drejt pa ishpuar agonia ne gjoks, por mund te linte prova. Me forkat e fundit, nisa perdori kymyr druri per te shkruar ne murin e shpelles. Vajzat ke u shduken nga një burim Shenville mirë 3 muaj me pare, me mavi gjoshe ke per puteshin me mbigje. Selene veredi muaj me pare bringje te tjerate, lena në lumin jara vgjeshte një muaj me pare u gjet, e vdekur pretenduar nga ujkerit te gjitha te refuzuara, generali për parimet te gjitha te dokumentuara, në te denate mi am gjekesore, ne vilene sheruesit ai eshte grabitkaria e ka kene gjitmone grabitkari nisa, Omega shëruesja e nje shenale ai i shikoj emrat shtate duke numeruar vetën dhe 4. Të qëreja judishonte, por nuk mund të provonte, se sa të qërejnë të gjithhe. Sa kohe kishte gjuajtur, teren Omega spa unë deshkuar, ujku i ziuktje në anen e saj, duke i shtipur ngrohtesine e ti, nisa i fshihu gishtat në leshin e ti të trashe. Falemindrit, peshperitja gjo. Kë këndruat për gjueti, kë ishit këtu këtemos vdisgja vetem. Ushku ia le pjudore njëhere, butesisht pavarësisht pamgjes se te të frikshme. Nisa mbili si te, duke humbur vete dijen, a gjo kishte bere gjithska ke mundi. Improvate Elena, mbajti sa me gjate këte ishte mundur. Nese a gjo vdiste tani, të pakten dikush do të dinte të vertetan. Fjala e gdendur ne te do te u lejgj pranesaj, prit. Ai po perpikej. Zot, a gjo po perpikej. 3 dite kalorisi të veshtire, i kishin shele ata në kufiqta e ashen vajl. Roja elitare kale e ndoki pa u ankuar, me gjithesi e luftetaret e tishme te forte tregonin lodgje. Ata ndalonin vetem kur kuasht kishin nevogje per pushim, duke fjetur me turna, ta shtire nga ritmi i pa me shirshem i mbretit të tyre. Mera hipi prane kalejt në afrimin e fundit, si te e saj te vjeter studionin fytyren e tigje. Nuk të kam pare keshtu ke kur vdik Elena. Kjo është per shkak të vdekje se Elenes, ta kale me se te u let. Fans vjet me vone se, mendon se eshte vertet ai i njajti bure, tatuashet per pute saktesisht, metodat per puten. Dhe të dhenat e ti të shërbimit gjanet e pakarta para se të bashkoheshin me ushtrin e tim, në fulla e kale i të shtrengua, ai eshte fshehur nën hundan tim, duke lenduar sa e dikush gjanet e qeret, në dersa unë mbeta e verber. Ti nuk mund të digje, duhet të kisha verifikuar, duhet të kisha kërkuar të shihgja trupin, në vend të kesaj, e lashe hidherimin të me konsumon të dhe u besoja të qereve per të vendosur drejtesi. Duarte ti shtrenguan rezidensen, kjo mbaron sot. Ndersa ata ngjiteshin në kodren e fundit, nje Shenville ushtri poshtë të tyri. Nje fshati vogel malor me ndoshta tristë shpirtra, por diçka nuk shkonte, ushtaret patrullonin çdo rrugë.
Fshataret levizën shpejt me kokatullur duke shmangur vemendjen. Ai ishte I fortifikuar verejti kapiten Raven, te pakten 40 burra. Ai dike po vi me ta kale, që do të thote se dike ajo me kontaktoj. Ata hyne në sheshin e fshatit në perendim të djelit, me pishtareken dizeshin ne resiren që po mblidej. Ushtaret u vënere mengjëhere, por site e tyre tregonin frike. Generali teren këndronte në kender, me shpinet e drajtede të sigurt. I rrethuar nga rogja e ti personale. Madheria Gjuaj, tha teren, duke u perkulur me saktesit e persosur ushtarake. Çfarë nderi I papritur, çfarë gjushelno kete post të larga, kële zbriti nga çizmet e tij duke goditur kaldremin me peshjet e kelimshme. Ai nuk tha asgjë, thjesht I shikoi me site që I kishin bere luftetaret me pervogjet e vraponin. Buxekesh gja uzbepak. Madheria Gjuaj, ju e dini saktësisht pse gjamketu, general. Sheshi I fshatit ishte mbushur me shikues kurioze. Kalepa një grua te moshuar që mbante krahun, I një gruaje me tere, teri duke shikuar me shpreset e dëshperuar në syte e tyre. Ku eshte Omega e kuajtur nisa, zeri I kaleu perap në të gjithë e sheshin, shprehja e theren mbeti plotësisht I kontrolluar. Vajza e sheruesit, kam frike se ajo hiri në pil disa dite me pare. Kemi kërkuar por këto përgjegjane të rrezikshme. Uçker e kuptoni. Me shume mundesi ajo, a ishte kjo para apo pasi I atjet prinxhet. Sheshi shperthiu në pshiretima dhe peshperitje. Fshataret shkembien shikimet e tronditura. Ushtaret u zhvendosen në siklet. Madheria Gjuaj, nuk e di çfarë gënjeshtre katene kjo Omega, por ju siguroj, me tregoni krahet tuaj. Hesh gjarasin jesh pate, me vjen kek Madheria Gjuaj. Krahet tuaj, general, kaleu afrua, zeri I te cilitra ne diçka të rrezikshme. Mi tregoni tani, ka një ketesi të perso sur ke utje, si ta e ti zhusullin drejt ushtareve të ti, duke logaritur shanset. Me në fund ngadale, ai filoi të ngrejgjemenget. Tatuajet e tufes se ushkerve dolen, te bera me bojet e zeze, një formacion gjutje prej pesi, ujker shkevra ponin se bashku. Pikerisht si që kishte përshkruar nisa. Pikerisht si që kishte përshkruar Elena 50 vjet me pare. I gjite trupi I kalli u ngurtesua. Urkujtaj u ngrita ka fer sipërfakes, sa site e ti shkelkenin në të arte, dhe kente e ti u zgjatën pak. Ai mund të nuhaste gjengjeshtre në atë moment, frikën poshtë besimit të rreme. Kapeni, urdh heroj kale. Rogja e ti elitare u zvendos mengjëhere. Ushtaret, theren, neksoren, armet, duke formuar një rreth mbrojtes, rreth generalit të tyre. Bes bura kunder, trajde, por luftetaret, I kale ishin me të miret në mbreteri. Madheria Gjuaj po benin gje gabim të rende, të theren me zete kete pavaresisht se ishte I rëtuan. Bazuar në sfare, fantazine I një Omega, kam sherbjer me besnikeri per 14 vjet, kam luftuar në luftjerat kufitare, kam derdur gjak per kete mbreteri, a du t'i hidni verte të gjita keto per ndonjë vajze, fshatare këndoshta e shpiku kete histori per vemengje. Ai po gengjen, gruaja e moshuar shtu per mes turmes me floket e bardhe, e perkulur nga mosha, por zeri I sash tingalon të karte. E pashe të ndikte nisën ne pil atenate, e deg gjova të bertist, gjishja isla të theren butizisht, gabohesh, ishte resiri. E di çfare pashi, një grua qeter doli per para me eri, duke u dridhur por e vendosur. Motra I me seline u zhduk di muaj me pare, tite se ajo iku, por ajo me taketje kishen gjekur. Ajo kishte frike prej teje. Vajza I me mira tërri një burre I moshuar, 3 muaj me pare, tite se ujkerit e morin. Me shume zera ungriten nga turma. Një vale pikellimi, dhe zemerimi të shtipur me në fund I da lajqe të fliste. Besimi I tëren filluj të plasaritej, syta e taj fluturonin midis fytyrave akuzuese. Tu të delesh në gjyk, ta kale zeri I taj duke prere zhurmen.
Nëse nisa gjeton dhe dëshmon, do të përbalesh me akuzat e saj. Dhe nëse ajo është e vdekur, si ta e tij shkelkenin plotësisht si ne ujk i arte ke ka persënjeriun, do të ekzekutoj vetë për vrasjen e saj dhe për motrat e mia. Fytyra e Terenus Bard. Motra jote princesha Elena. Pandërsen vjet me pare, ajo me tregoj për një burrë me tatuaje të tufes se ujkarve ka e ndoki, i cili e beri të ndihej në gjekur. Kale përparoi, dhe ma gje dhe ushtaret besniket e Terenu tërhoken nga tërbimi i mbretit Alfa. Ajo vdik me brinjë të thjera në njepil, ashtu si që përpoke të begjeti tisa. Vrasesi supozohej se u ekzekutua, por une kurre nuk e verifikova trupin. Këshilltaret e mie trajtuan atë. Zanjajtet këshilltare këte rekomanduan për shërbim një vit me vone. Nuk mund të provosh, thern u hod pa pritur, duke kapur gjyshen eslav dhe duke i ven një tike në fit. Me ler të iki ose plakavdes, shesh i shpert heu në kaos. Lufte taret e kale u hodhen per para, për unë dalen ndërsa të hushtipi kafen e gerir të elav. Gje i rethuar tha kale. Nuk ka shpetim, du të provoj rezikuntim, tërhikni njerëzit tuaj ose ajo. Në gulerime përshkoj në ten e gjate të pikelweshme urgente, qdo koke u këtje nga pyli, kale në gjohua të ulerime. Var, ajo eshte gjale, kale mori frime, ajo eshte gjale dhe eshte aqe. Kuptimi i shkrepetiu në fytyren i të ron, me një levizje të rjedhshme, kale u zhvendos pjeserisht sa duhet për shpejtës imbinatirore. A i e carmatosi teren para se generali te mund të reagonte, duke e bere tiken të reshkiste ne per kaldrem. Të rone hodi mengjane ate te e savde vrapoj. Jo drejt ushtarjeve te e ti, por drejt pillit, drejt shpellave. Nëse do tevdes uni, a gjovdes e para, berti ti ai. Kale endoki pa hezitim, luftet ret e tigje vershuan pas ti. Por teren kishte një avantaj dhe ingjihte keto pigje. Njek gjau perplas permes shkureve të dendura, drita e pishtarit kersiu e gersisht, midis pemeve. Diku per para, nisa povdiste, dhe burri kje vrau motren e tij pon ksitonte per te perfunduar ate ke kishte filluar. Kale vrapoj me shpejt. Nisa i dëgjoj ata duke ardhur shume kohe. Para se të emberrinin, duke bertitur, duke vrapuar hapake per plaseshin permes shkureve të dendura. Vare si drejt hirgjes se shpeles, ishketesuar, men gje ulerime të ulet ke gjemon të vazdimisht në gjoksin e tej. Ai ishte shumej dobet per televizur, mezi imbante syte hapur. Ethet ishin per kekesuar pavarësisht per pjekqeve të saj, dhe frime marja ishte bere një per pjekqe e vetëdajshme. Qido titje i dritte me lageshtin e mushkerita e saj të demtuara. Në me ato ke mund të ishin momentet e saj të fundit, nisa mendoj per jeten ke kishte jetuar, e shkurter e dëmshme në fund, por jo e pakuptimte. Ajo kishte mesuar të lekson të kur omegat nuk duhej. Ajo kishte shëruar njerëz. Ajo kishte dokumentuar krimikur do të kishte kene me e sigur të heshti. Ajo kishte shkruar një letër kë arrititin gjembret. Nena jote ishte e guksimshme, i kishte tene dikur gjishgja islau, ajo vdik duke mbrojshtur dike të renda si shem, edhi tike ten jajtin guksim. Jero nisa shikoj emrat ke kishte shkruar në murin e shpeles. Selina, 3 vajzake i ngjihte të cilat ishin zhdukur pasi kishin refuzuar propozimet e farenit. Ditari i sajmekesor i fshehur në vilen e izles përmbante gjithçka, modele lendimesh, afate kohorit të dishimta, deklarata dhe shmitaresht të maskuara si sheni me trashtimi. Shtate omega gjate trins viteve nese logariste vetën dhe ato ke disonte, por nuk mund t'i provonte. Ajo kishte ndërtuar një raste dhe pse askush nuk duhej t'i interesonte. Hapat u afruan, ulerima e varit u intensifikua. Pastaj shpertheu në si, me site eger dhe duke rjedhur gjak nga një prerje në fytyre. Ai pa ujkun e zi masiv dhe nuk hezitoj, në kësori një tike dhe e hodi me një levizje të rjedhshme. Tehu e kapivarin në shpatull. Ujku berti ti, u terhok prapa, por kendroj midis hirgjes se shpeles dhe shpeles. Derone shkelmoj kafshen e plagosur, dhe u fut në shpele. Site e tij, gjeten men gjehere nisën.
Ajo u perpok të fliste per të bertitur, por vetem ai se doli. Omega budalake, ai kaloi hapesirene vogel me di hapade e kapi perfiti. Tjesh duhej ta shkruagje atë letër, a e di çfarë ke bere, a e di sa me ke kushtuar, shikimi I zonjës u erresua në skaje, ajo ja shtrengoj doren me këtetra të dobeta, isha ka kafer, teren pesh për I ti. Gjevit që terde do të kisha pasur mbeshtet që të e mjaftueshme per të marefronin, por ti duhej të shkaterrogje gjithçka me lutjen tende patetike per ndihme. Me forcat e fundit nisa fishkeloj, edi çfarë I bere Elenes. Dora ju lirua pak. Fitira e tij uzbe, çfarë dhe Elena, princesha, ti e vrave ate, diçka u tje në teren atëhere, ndoshta ishte duke e ditur se ai tashme kishte humbur, ndoshta ai thjesht donte ke dikush të dinte sa I zgjuar kishte kene. Elena, princesha e çmuar me endërate saj perta e drejtat e Omegas dhe reformen ushtarake. Ajo e kuptoi se une po ushizja arme rebeleve, po merrja një pjeset e dërgësave të furnizimeve, po ndertoja rjetin tim. Shtrengimi I taj u shtrengua per seri. Ajo do t'ja tregon të velaj të sa, nuk mund t'a legjo gjaketi, keshtu ke I ndokane pil, ja teva brinjet, I lashe të vdiste nga dala. Buzekesha e tij ishte e tmershme, ka pendje ushtartera stesi shem me tatuaje ushkude e ekzekutuan. Ndihmova në identifikimin e trupit ose asaj ke tame se ishte trupi, kali ishte shume I pikeluar per ta verifikuar, ishte potuaj se shume I lehta, po të gjeret nisa u gulqua, të gjeret të rinkeshime hidherim, gjashte Omega të vdekura gjate viteve. Shëtate duke të llogaritur të si une ke munda, sepse askush nuk u interesua aksa ta vintere, sepse Omega gjduken gjate gjithë kohes dhe askush nuk ben pjetje, a I ngriti tiken e ti tamam sikur që gati të shdukesh. Nisa mbili si te, nje uleri me tronditi shpelen. Primordiale, e terbuar, qenjerezore, tere nuk ti drejt hyrjes tamam kur diçka masive u perplasën bite. Ai fluturoi per te shpeles, duke goditur murin prej gurime një krisme te neveriqme, tika ushduk me zhurme. Atiku kishte kendruar teron, gje ujik me I madsesh do nisa ke kishte pare ndon gje here, mbushi hirgjen e shpeles, si te zin me leshke digzninar, muskuj ke valeviteshin nën lajkuren e plagosur, ki ishte një alfane kulmine tij, dhe a ishte I terbuar. Ushku zvendus koka tu plasen dhe u reformon me një efikasitet brutal. Brenda sekondash, një bure kendroj atiku kishte kene bisha, I gjate, në forme letre beteje me te njajtat si te arte. Kale Ragnar, mbreti Alfa, u pozicionu amidis Nises dhe Therenit. Pra ishe ti, ta kale me një zev dhe kjeprures. Gjite kohes ishe ti. Ungrit në kembe duke u lekundur, në dersa gjaku I rritte nga hunda. Keshi tingulli u trondit, më mbreti I madh Alfa, 15 vjet me vonesi. Kam kene pikerisht nën hunden tende gjate gjithë ke saj kohe, duke ngrene në triezën tende, duke u dahekur ushtrita e tua, duke fjetur në palatin tend. Duarte kale u shtrenguan në grushte. Ti vrave motren time, une vrava, deren duke I per te interesit tani, de une kam vrare gjashte Omega kjate here. Siç munda, sepse askush nuk u interesua aksa ta vintere, sepse ti ishe shume I verber per te pare. Shtate, zeri I nis under prej dobet por I karte. Gjo gjashte, te di burra tuk tjen nga gjo. Ajo tregoj me gisht nga muri shpeles emrat e shkruar me kimir. Ishin shtate, perfshire dhe mua, për une mbizhetova, qëru fjale I kushtoj asaj, për ajo I detiroj te dilnin, dhe une dokumentova gjithçka. Prova deklarata deshmitaresh, te dena mjekesore, te gjita gjane në ditarin tim në vile. Kale e shikoj, kjo Omega e tjerë me zipon gjitej në jete, e sila në një fare menyre kishte ndertuar një sheshqe kunder sulmu e sit të saj. Sita e ti gjëmbënin diçka midis frikës dhe anktit. Ata e kuptuan atë here se ai me të verte të humbi. Refimi dëshmitaret, dokumentacioni, edhe nese I vrau tedi tani provat mbeten. Gjikim me betegje ta teren papritur, unë ne kërkoj të drejten time. Si general në gjik me beteje, nuk këte drejta vertikale, që tradhtar dhe vrases, ligji eshte ligj, madheria juaj, buzekeshja e tyre ishte imprete.
ligj I lashte I shkruar para kohës së gjyqit tuaj. Çdo anëtar I ushtrisë I akuzuar për krime kapitale mund të kërkojë gjykmë betejë. Apo drejtësia juaj funksionon vetëm kur është e përshtatshme. No fulla e kalës punonte, ai e dinte se kishte të drejtë. Ligjet e vjetra ishin absolute dhe ai ishte betuar t'i zbatonte ato. Mire, gjykim me betaje. Deri në vdekje, luftëtarët u derdhen në shpele. Armete rojës e literite kaleste terhe kura rreth tyre erdhen pas tyre. Mera shëruesja e moshuar duke mbajtur një sante lekure me furnizime a gjongësitoj në anën e nisit duar të buta duke vlerësuar demin, bagje femigen, me legjo të ndihmoj, kam nevojë të shoh, nisa me fiskeloj, kuptova se duhet të shohesh drejtësit e behet, a gjo filloj të punon të shpesht, duke lidhur brinjet, nisit me fort, duke I dheni asaj diçka për të pire, gje këdo të gjubente të këndrueshim sa duhet për të pare. Gjashte, më beriten me shume njerëz. Fshatare, ushtare, gjishqa islau, të mbështetur nga grame të regja. Ata formuan një procesion drejt një livadi. Pranë shpeles, një vend I lashte ku drejtësia ishte vënë në vend për breza, Kejli u gjönjes u ashkurt pranë nises. Nga afer, a gjo pa humbjen e 3 diteve të veshtira kej duke në fytyre, por syte e ti mbanin diçka tjetër. Në bëjgje mi rekuptim, ndoshta lidhje familjare. Të njerëz të ndryshuar përgjithmone nga mizoria e teronit. A mund të e qesh, pjeti a I butesisht. Miril me ndihmo. A I pohoj me koke. U ngrit të fytyra e ti u ngurtesua në maskën e nxë mbreti. Le të mbaroj me këtej. Hapesira pranë shpeles kishte dëshmuar, sprova të panumerta nga luftimet gjatë shekuqve, guret e lashte shenonin kufirin e rëtit të konsumuar nga koha dhe gjaku. Pishtaret undëzen në zhete rret perimetrit ndersa nata të lohejgj, duke hedhur higje valezuese mbi token kë kishte gjikuar, faq të rret per breza, I gjite fshati ishte mbledur. Ushtaret këndronin në njëren ane, luftetaret I keqlit në anen qeter. Midis tajrë, njerëz të tjeshtë ke kishin kaluar vitën e heshtje të frikshme tani shikonin me shprese të deshperuar. Mira e ndihmoj nisen të arrinte në skagjin e retit. Që do hapishte agoni, por nisa refuzoj të humbiste kete. A gjo kishte fituar të drejtën per të pare, drejtësi të vihej në vend. Duhet të dëshmëshketi me radha butesisht duke e vendosur nisen ambi një gur të lemuar. Duhet të shoheshte përgjigjet per ate këberi. Nisa pohoj me koke, duke shtrenguar brinjet me site e fiksuar në kender të retit ku kendron të kale, mbreti alfa hoki kemishen, duke zbuluar nje buste mbuluar me plagebe tegje dhe tatuajet e nderlikuara, shenjat e gjakut mbretëror I spiraloheshin per gjate shpatulave dhe poshte kraheve, simbole force, leadership I drejtësi, që du plaget regon të një, histori betejesh të zviluara, armik shte mundur, një mbretëri e të mbrojtur. Edhe atu zveshen dhe turma mbeti pa frime. Tatuajet e tejshte të fes se uj kërves pikastin karten e lekuren e zberte, tani ne dritën e pishtarit, të gjite mund të shihnin, ate ke nisa kishte përshkruar, ate ke Elena kishte frike, ate kishte te Omega kishin pare para se te vdisnin. Gjishgja islau u ul pranë nises, dora e sa që gerjer mbante doren e gruas me të re. Nena gjote kishte një plagje, pesh periti isla duke treguar shpatulen e saj. Pikerisht ketu, kë kuru hod per para prinseshes Elena gjate sulmit te pare, ajo e shpetoj prinseshen një here. Dhe titi I develejt të saj diem per të shpetuar mbretërine I ti. Site e ense u embushen me lot, nëna e saj, sherbetoria e Elenes, gruaja e guksimshme nga endrat I saj te edshme. Kapiten draven hyri në kender, zeri I taj perhape në perhape sire. Ligji I lashte kerkon gjik me lufte, pa arme, vetëm forme ujku, luftu derisa njeri te mos mund te vazhdoje, gjykimi I fituesit eshte perfundimtar. Ai u terhok, ra heshtje, kale de teren u perbalen me njeri tjetrin per te retit,
pastaj një kohesisht ata u zvendosen, transformimi ishte I dënshëm dhe I bukur, kockat u cane dhe u transformuan, lekura u valevit ndërsa gezofi shperteu, muskujt u frine dhe u riformuan. Brenda sekondash, di ujker masive u perbale me njeri tjetrin. Kale ishte me I mad, izisi mesnate me si te arte, alfa e pa diskutueshme. Portin ishte I dobete I shpajte, dhe shperimi I da ati gje shpajte si te eger, ata u retuan një here, di here. Pastaj sulmuan, a ishte me I shpajte nga sa pristekale. Stervicja ushtareke ishte dukshme negodicjet e tista logaritura. Këthetrat shtriheshin per gjate shpatule sekale, duke nexgjere gjakune pare, turma ungull. Kale u kunde pergjishme efikasitet brutal, me no fullat këmbylleshin në kemben e teren. Ujku me I vogel bertiti dhe ukti duke u larguar, duke lene kime dhe gjak në gogjen e kales. Ata undane, duke u rotuluar per seri, te di duke gjako sultani, te di te zemeruar. I fiketi majtas, pastaj u hodjattas, kale prititata konte atenemes te kercimit, ata u perplasen me forcen shtipese te kokkave, një remugje kimesh dhe mbeshte terbimi. Gjurma ishte et mershme, renkime, duke ke putur lotet e lagur tamishit. Kur undani te di ushkerit qalen, shpatula e kales regjete gjak lirshem, kemba e tej me zimbante peshe. Fshataret shikonin në heshtje, duke dashmuar drejtësi të shkruar në gjak të terbim. Ata provuan gjë taktike tjetër, a I zbriti poshte duke synuar kembet e kales, duke u perpikur të etun ujkun me te mad. Kale kersiu por joak shpajt. Tetrat e ti e kapen në per bringje. Të njajtat bringje, kë I kishte tjernises. U lerima e dimgjes se kali e stingelonte pot huaj se një rezore. Kali. Britma ishke puti nga fitinis spara se ajo te muntandalonte. Ishte hera e pare ke ajo e kishte te ne emrin e tijme zete larte. Diçka ndryshoj ne kali. Kur dagjoj zerin e sajte e tijte arte e gjeten ate perte I retit. Kjo mega kui I kishte mbigjetuar asaj ke motra e tij nuk e kishte bere. Këberi ate kui nuk kishte arritur të benti, kui e kishte shelenje e perbindesh para drejtesi si në permjet, guksimit dhe vendosmerisis e paster. Terbimi ke kishte keni iftoteu shënderua në zjarë, kale ndryshoj lëvizjen në një forme hibride, pjesërisht njeri pjesërisht ujk, forma me I rrezikshme kë mund të merte një alfa, I madh me I forte me I shpajte, e lëvizime shpejtësim binatirore. Duke e kapur thinin nga fiti para se ushkume I vogelta mund të reagonte. Ai e perplasi per toke me forsete mjaftueshme per të thjergurin. Ushku u perpokte zvendosej, por kale e mbajti të mberthjer. Ngadale, me kellim, kale u kthir ne formen një rezore. Njera dore ishte ende e mberthjer rreth fitit të terenit. Dora qeter u zvendos pjeserisht, me kthetrat e shtrira. Leviz prapa, urdheroi kale. Dua këta njeshkete si burre. Ai nuk kishte zgjidhje qeter. Ndryshimin do t'i mengurrim, me dimbgje. Tanin gje burre I tjerë dhe I pergjakur ishte I mbertjer poshte mbretit të tij. Ajo eshte ati, ta kale, zeri I ta I pershkonte shtu dëshmitari kë shikonte, I teve bringjet. Me legjot e taktejn derin, me vritat e here, të renungull në psheretime, vdekje I shpejte, ndër luftetari, ti nuk meriton ndër, syte e kales shkelkenin nga ari, mer ate ke moren. Pastaj, metodikisht dhe me saktësit e ftohte, kale I të bringjet I terenit një nga një. Per elinen bringjet e parautjen, ata bertiten per miren, se diti, britma tu intensifikuan per selinen, se treti, per jaren, sepse ai vazhdoi të permente të shtate emrat, per fshirenisin, qdo bringje e tjerë shokerohej nga emri I një viktime. Qdo kersitje kokënje borg si shlyer, deren lutaj per gjerohaj kante, turma shikonte në heshtje absolute. Kjo ishte drajtesi e ashper brutale por e merituar. Kuru tjen shtate bringje, kë perputeshin me ate ke kishte shkaktuar tjen. Kale e zvendosi doren plotesisht të kthetrat. Ai e shikoj nisen per heret e fundit, pa koken e saj të lete.
Dekjo, takale, duke ingulur tetrat në zemër, ishte për çdo omega kë e beret të ndihej pa fukishem. Si te e terenit u zgjeruan, pastaj u zbrazen. Heshtja mbeti per 3 raqe zemre, pastaj dikush në turme filloi të kante, lehtesim, pikelim, qlirim, të gjere u bashkuan. Vitet e tëra frika dhe tërbimi i shtypur me ne fandolen në shesh. Kalekandroi imbuluar me gjak, duke marre fryme me veshtiresi. A ju rikthje plotësisht në formen njerëzore dhe luftetaret e ti levizën për para me një kope për ta pastruar, një mantel për ta mbuluar, të qeret hoken trupin e teren, por kale e si drajt e të nisa. A ju shem në gjunjë para saj, kimbreti fukishem alfa duke u gjunjezuar para një omega në dhe. Me vjen ke u vonova shume ta ajmiz e tërter. Per Elenen, per të qeret, po tuaj se per ti zëni. Hande gjeti vetën ngjites me gjak de lot, por ti erdhe, imbajte fjalen, e erdhe peret tyre, reti dashmoj diçka këdu te tregohaj per breza, një mbret duke u gjunjezuar para një omega të përbashkët, të ditë tjerë nga i njëti përbindesh, të ditë mbjetuar, të ditë lire, e nus gjua në mendafsh. Pelhyre e bytenen gishtat i saj, një dishek me pupla kembeshtes të trupin i saj, rizofet të grumbulluara latkënder të ftotit të malit. Kjo nuk ishte shpella, kjo nuk ishte kasolgja e gjyshes e sao, a i ju per pok të ulej, timgjaj dhe per toj, ne per brinje, ende të tjera, por tani të lidhura si që duhet. Ajgjrim bante ere bime sheruese dhe liri të pastier. Kete, femje. Mera u shfak prane shtratit, me duar të buta ke drejtonin, nësën per se riposhte, ke pasure të per 3 dite, trupi jit ka nevoja per pushim, ku gjamjune, tenda personale sheruese e mbretit alfa, mera reguloj gezofet, duke kontroluar fashot e nises. Ai refuzoj të këtë hej ne kriakitet drisate stabilizoheshe, nisa shikojnë gultas, pse du ta bente keti, une nuk gjamaskush. Fityra e gerjer e mires uzbut, gjë shume me te per sesa e di, gjate diteve në vigjim, nisa mesoj të gjite permasate asaj ke kishte ndodhur. Kale kishte ngritur nje kamp ne ashen vail. Luftetaret e tij kishin arrestuar 3 nga bashkëpunetoret. Ditari i saj mjekesor ishte marre, nga viladetani ishte provene rastin me te mad të korupcionit ushtarak ne dekada. Kur nisa me ne fund unë gje mjaftueshem e forte per tu ullur pa agoni, kale erdhi per vizite. A i hiri ne perendim të dilit duke mbajt tur ditarin e saj, librin me kapak lekure ku agjo dokumenton të gjitçka. A i dukej ndryshe pa armature, i veshur me robat e të jeshta, fityra e tij tregon të lodje nga ditet e marjeve ne pjeqe të gjikeve. Ti dokumentove gjitçka ta ai duke u ullur në karigen prane shtratit të saj. Lendime modele deklarata dëshmitare shte maskuara si shenime mjekesore. Pondertoje një qeshtje, nësa shikoj diku që tjerë, per te gjitat të mirat ke solli. Askush nuk du ta kishte besuar një omega me shume se një general, unë te besosh ti. Kale hapi ditarin, duke treguar faket e mbushura me shkrimin e saj të pastir, dhe provat e tua kane zbuluar një komplot ke shkonte shume per te, des generalev ke ishin të përfshire në komplotin e tish të grushtit të shtetit. Per shka kuntend, i kapem të gjite, a i ndalui duke studuar një fake me skika bimesh. Kjo nuk jeshte vetem prove. Shtej e bukur, ke një mendje të mprehti nisa, një mendje ke u tretni rethanate dizajnuara per tas behurate, pesha e fjalev të taju vendos ambite, a gjo kure nuk e kishte menduar punen e saj si te bukur, vetem e nevojshme, vetem bigjetese. Mera me ta diçka, kale vazhdoj zerin e tishme te butetani, per nenen tende, zëni. Fryme Maria underpre, emri i saj ishtilra, ajo ishte sherbetoria personale e motressime Elena, site e kalem banin hidherim të vjeter, intern vjet me pare, kur i pari sulmoj Elenen ne kopshtete pallatit, ne na gjote u hod per para princeshes, moritehun e destinuar per zemrene Elenes, lotet imbushen syte nisit, Elena imbigjetoj ati sulmi, a i vrapoj per ndihme,
Porteren gjeti atë me vone atë nate nepil dhe përfundoi atë ke kishte filluar. Duarte kales ushtrenguan. Nëna gjote vdik ne oborrin e palatit duke u gjakosur. Me frejmen e sashte fundit, ajo i berie sau të premtonte se do të rriste. Do të mesonte gjithçka që Elena vleresonte, leksimin, sherimin, të menduarit lirisht. Kjo eshte arsyeja pse Esau me mesoi mua, pesh peritinissa. Ajo ponderonte dëshiren I nenes sime, nëna gjote I shpetoi jete motre sime një here, dhe ti, site e arte të kales, u takua me të sajen, ti shpetove mbretërine time. Gjate hetimit tone, zbuluam se teren nuk ishte vetem një vrasis. E kishte planifikuar një grusht shteti per vite me radhe. Tik generale ne ekshep, tek gjite gati per te me vrare brenda muajit. Si te e zonjes u zgjeruan, letra gjote per shpejtu e afatin kohote tyre, por edhe I ekspozoi ata. Kale u perkul per para. Nëse nuk do te me kishe shkruar, do te I shajv de kull. Mbretëria do te kishte renene lufte civile, e gjitha kjo sepse një omega kishte guksimin të kërkonte drejtesi, madhesja e saj imposhti. Mendoj se thjesht po përpikej të bend të vdekshën e saj të rëndësishme. Në vend të ke saj, ajo shkateru një komplot kë e kërcenonte të gjithë mbretërine. Tani ke mundezi, ta kale, toni I të sili të be me formal. Se pari I këtë hune një shenvil me mbrojqit e kompensim mbreteron, jete ne pake duke ditur se je e sigurt, zon gjusha priste duke njere me shume, se diti eja në krije kitet si mjek mbreteron, aftesite e tua sheruese janete jashteza konshme, kemi nevoje per njerëz si ty. Dy opsioni I trete, kale dukej I pasigurt per here te pare, që nueshmeria I shkelkente ne fytyre, rime mua, jo si sherues, si ke shiltar. Mbretëria ka nevoje per zera si te tute në fron. Njerëz që I kuptojnë se çfarë do të thotë të jesh I pafukishëm dhe të luftosh gjithsesi. Pse do të gjekete, pjetini sa me kujdes. Unë jam një omega, nuk kam status, as titull, as trajnim në politike apo çështje gjikësore. Ti ke diçka me të rëndësishme, intensiteti I kale ishte I prekshëm. Gurajo, integritet. Ti dokumentove krime kur do te kishte kene me e sigur te heshqe. Shkrove një letër duke e ditur se ndoshta do te vdisje para se dikush ta leksonte. Refuzove te heshtin edhe kur gati te vriste. A I kendroj duke e kur drejt hyrjes së tendes. O borri e meshte plot me fisnike kë nuk kane, gjohur kurre veshtiresi, kë nuk kane pasur kurre nevoje te luftojne per dignitet themelor. Anta me ke shilojne per ligjet, kë prekin njerëz kë nuk I kane takuar kurre, probleme kë nuk I kane perbaluar kurre. Aju këtje, me duhet dikush kë I kupton atë kë durosh në njerëzit e tjeshte. Dikush kë do të thote të vërtetën, edhe kur ishte I pakenshme. Nisa mendoj per gyshen isloke I kishte rritur me dashuri pavarësisht rrezikut. Per nenen I sajl rakev dik duke mbroshtur një princeshe. Per Elenen kë enderonte per të drejtat E omegas per para se teren të heshte. Grake kishin luftuar në menyrate tajre. Grake kishin refuzuar të pranonin boten ashtu si qishte, nëse vij të nisan nga dale. Nuk po vi si një viktime e shpetuar këtë detyrohet miren gjogje. Shprehja e kalendrishoj. Respekt ndoshta lehtesim. Nuk du të dogja këte. Vaj si dikush me vlere per të ofruar, dikush zeri I të cilit ka rendesi. Ajo e takoj shikimin e ti drejt per drejt si një partnere e barabartë në ndjertimin e diçka e me te mire. Kale I zgjati doren. Dakord. Partnere në ndjertimin, e nje mbretëri me te miri. Nisa I kapidoren. Strengshimi I ta ishte I nëngrote, I forte, I sigurt. Partnere ta ajo. Per here te pareke nga ajo na te nepyl, nisan gjë diçka qeter përveç dhimbjes të frikës. Ajo në gjë kellim. Ajo unë gjë e vlere suar. Ndihej si gruaja ke gjisha isla e kishte rritur ta ishte. Vajza e lerase, trashegim tërgja e guksimshme e ndrave të Elenes. Bigjetuesha e mizorise se theren. Ajo kishte shkruar një letër duke pritur të vdiste. Në vend të ke saj, ajo kishte gjetur një arsi per te jetuar.
gjave me vone, Nissa ishte mjaft I forte për te udhëtuar. Udhëtimi për ne krikitet zgjati 5 dite përmes kalimeve malore dhe rrugëve pigjore. Kale hipi prane karose se saj duke I shpjeguar politikën e oborrit dhe duke e paralajmëruar se çfarë të priste. Ata nuk do të pranojsh në lehte, tha ai gjatë një ndale si pushimi. Një omega në një pozicion pushteti kërcenon gjithka kë, ata besojnë për rendin natyror. Nissa preku varesën në fytin e saj. Varesja e nënës e saj, të cilën ja kishte denegishja islav per para se të niseshin për në Shenville. Ajo kishte një ujk dhe një hene, simboli I familjes mbretërore. Elena ja kishte denel ras si durate, duke e shëngjuar atë gjo si sherbetore, por si majke, le te përpiken të me thjegjne, ta Nissa, do të zbulogjne se nuk ti hemme. Buzekeshja e kales ishte e ashper dhe krenare, kriekiteti ia pushtoj shkisat. Mure masiv guri, një kyteti gjere me migjera banore, palati këngrihe mbite gjita si, një malmermeride ari, pas një jete në izolimin e ketete një Shenvili, zhurma dhe turmat e benete mertemente. Fisniket ishin bledur per te pare omegen këter hokive men gjen, e mbretërve alfa. Peshperigjet e tyre endoken ne per salat e palatit, gjikimi, kurioziteti, per buzjamezi e fshehur. Nissa e mbajti koken lart, me doren mbi varesën e nënes se saj, duke marre forse nga trashegimia ke mbante. Doma e fronit rane heshqe kur kale e parakiti ate në keshilin e tij. Gjo eshte Nissa e ashenales, vajza e lërase se guksim shme, njoftoj ai zeri I tij u perhap në shtucep. Ajo du të sherbegje si mjeke mbretërore dhe keshiltare per qeshtjet e përbashketa. Një anetari keshillit u ngrit me njëhere, madheria juaj, kjo eshte e papare. Një omega pagjak fisnik për trajnim formal në keverisje. Kështu ndodhi edhe me një general kevro motren tim dhe shtate omegat, ndërsa gjute gjite shikonit diku qeter. Ndër hirikale toni të akif tohte sa të ngrintek gjakun, nëse do të kishit bere punen tuaj, Nissa nuk do të kishte pasur nevojë të rezikon të jetën e saj për të ekspozuar një trartar midis nesh. Heshqara si qekit. Një anetar qeter I keshilit, ju drejtua drejt per drejt Nisses, per buzja e tij e dukshme. Me duaj omega, çfarë te kualifikon per këtë pozicion? Nissa e vjeter du të kishte belbezuar, du të kishte kërkuar falgje, du të kishte bere vete të vogel. Ajo Nissa kishte vdekur në një shpelle me bringjet e tjera, gruajja që këndron të ketu ishte farketuar në dimbje dhe mbigjet e se. Unë mbigjetova nga ajo ke du të kishte vrare me shume, ta Nissa me ze të këndru e shem dhe të karte. Kam dokumentuar prova ke rezuan një tratar dhe zbuluan një komplot grushti shteti. Dhe e bera të gjitë këtë ndërsa, sistemet tuaja dashtuan të me mbronin mua ose shtate të gjere kevdiken, sepse askush nuk u interesua aksa të shikonte. Ajo berin gje hap per para, pjetja nuk eshte se qfare me kualifikon mua. Pjetja eshte se qfare gjus kualifikon të gjitëve gjuke e la të ketete ndod të në mëmbike kyrgjen tuaj. Anetari I keshilit u ull, duke me kortuar. Kale fshehu nje buzekeshje pas dore se tij, muasht ne vidim solen ndryshime ke u perhapen në tek gjitë mbretërine. Ligjete reja dalen nga sjankat e punës si Nisses, dhe kale derivoni. Omega tani mund të parakisnin ankesa direkt në kuroren mbretërore. Ambika kyrgja ushtarake u be e pavarur dhe transparente. Te denat mjekesori u bene provate pranueshme në rastet e sulmeve. Nissa udhetoj në fshatra duke trajnuar sheruesit në metodat e duhurat e dokumentimit, në kopshtet e palatit, kale porositin e memorial, të temrat e gdendur në gurtezit e rrethuar nga trenda filat e barde. Elena, Selin dhe kater të qireke I kishin identifikuar permes hetimit të Niss. Keshtu ke nuk e harrosh me kure koston I shikimit dikut qeter, ta kalene ceremonine I perurimit. Nissa kendrui para memorialit, melotet ke ridnin lirshem, vdekjet e tyre kishin rendesi. Ato ndryshuan boten, sepse ti u sigurove kë ta benin kete, ta kale me ketesi, duke kendruar pranë saj.
Partneriteti i tyre u telluan derisa stinet ndryshonin, respekti evoluoi në mikesi. Mikesia në diçka për te si Lenas gjeri nuk kishte fjale. Ata punuan deri vone deri në të te panumerta duke shkirtuar propozime, duke hartuar reforma, duke debatuar për detajë me intensitetin pasionant të dingerezve kujdeseshin shume për t'i bere gjerat si që duhet. Nxhe nate kalengriti shikimin nga nxhe dokument. Ti me kushton atë ndonjë here, Elena. I nxejti zgjar, i nxejti refuzim për të pranuar padrejtësine. Unë nuk jam agjo ta nisa me kushdes, nuk po përpikëm ta zëvendesoj. E di si te e arte të kalu, së mbanin të sajat, ti gjë diçka kreshtes ishte gjoqa. Gjo eshte agjo këtë ben të gjashte zakonshëm. Shek muaj pas asaj dite në pil, nisa këndronte në balkonin e palatit me pamgje nga kriekit e ti, bringjet e saj ishin sheruar, dukele në shenja ke imbante paturp. Tani vishej me robata e bukura, veshjen inje ke shiltarim breteror, por ende mbante varesën i nenes se saj studita. Poshta qytetit i përgatitur për mbremgje. Dikune ato rruge, omega teknin me shume liri se sa kishin njohur nebreza. Per shkak të ligjeve koja gjo kishte ndihmuar të shkruheshin, per shkak të një letre ke kishte derguar, duke pritur të vdiste. Gati për tu përbalur me një dhome qeter fisnike skeptike. Zeri i kales erdhi nga pasaj. Ai u kthje duke buzeke shur, le të gjenu skeptike, une kam të verteten në anën time dhe veten tim. Ai levizi per të këndruar pranesaj, ak afersa supet e tyre prekeshin, time ke mua në anën tende. Nisa e shikoj. Kimbret Alfa i Fukishem ke ishte gjungjezuar pranë trupit të saj të tjerde ishte betuar për drejtesi, i cili e kishte mbajtur fjalen e tij, i cili i kishte dhënë asaj gjo vetëm shpetim, por edhe partneritet. I shkrova atë letër duke menduar se isha tashme e vdekur, dhe e gjo butesisht, duke menduar se nuk do të kishte rendesi. Kishte rendesi. Dora e Kelis gjeti të sagjen, ti kishe rendesi, ti gjithmone kishe rendesi. Gata këndruanët i ndërse përendimi idealit pikturoj kelin me nuansa ti artade të kuketen dhe zur. Pastaj se bashku u këthim brenda, barazian e partnere. Dite mbigjetuar kënder tojne ditska me të mirenga hiri i tragjedise. Ugjkerit kë dikur e kishin gjuashtur tani u perkulen ndërsa agjo kalonte ne per salat e palatit. Mbretëria po ndryshonte ngadale, por me siguri sepse një Omega refuzoi të heshte, ndërsa një mbret Alfa dëgjonte, nisa hirin e domen e keshilit me koke lartë dhe zerin gati. E patjeshme, letra e saj dreshtuar mbretit Alfa, gjo vetem ke i kishte shpetuar gjetan, por ndryshoi gjithçka. Dhe faleminderit ke u detuat me në permes historise sednis. Nese gjo histori guksimi, drejtesi dhe transformimi gju preku, gju lutemi pelkeni, abonohuni dhe ndani mendimet tua gja në komente. Nga podek gjoni, cila pjese i udetimit të nis gjuberi me shume për shtipgje, angazhimi gjuaj në ndihmon të zgjellim në gjete historime të fukishme. Deri herën tjetër, ju uroj të gjeni guksimin tuaj kur ta keni nevoje për ta.